Partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje dhe partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës kanë dështuar të arrijnë marrëveshje për të zgjedhur presidentin e ri të Kosovës gjatë një takimi të mbajtur sot. Lumir Abdigjiku, kryetari i LDK-s, pas takimit pohoi se LDK-ja në këto rrethana nuk mund të bëjë më shumë. Unë besoj që me kaq në këtë rrethana në këto momente LDK-ja nuk mund të bëjë më shumë. Me 15 mund të bëjë më shumë, LDK-ja lën të hapur diskutimi për partitë e tjera. Janë 7 ditë kohë, 53 ditë nga 60 ditë kemi bërë përpjekje për gjetur zgjidhje, besoj që kemi pasur kohë mjaftueshëm, 53 ditë janë mjaft. Nuk kemi dëgjuar asnjë propozim tjetër përveç këtij që dhe presidenti tjetër nga radhët e Vetëvendosjes, nuk kemi pasur ndonjë emër tjetër. Janë edhe 7 ditë tjera që partitë tjera mund të bëjnë zgjidhje, edhe pa LDK, nëse mund ta bëjnë një gjë të tillë. Abdigjiku foli edhe për mundësinë për afrimit të Vjosa Osmanit me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Afrim, koordinim të mbarë, shqyrtim drejt së ardhmës, një alternativë serioze për vendin, diçka që është më konkrete, që s'krijon kriza të vazhdueshme, por që punon për qytetarin. Po bë shumë kohë gjatë që po flasim për politike, për politikanë, për pozita. Era është shumë gjatë, është kriza jashtëzakonshme, është e panevojshme, është e dhëmshme që po vijmë në situatë të tillë. Krijojmë zgjedhje, kriza të vazhdueshme në vend se të flasim për politikë aq të rëndësishme domosdoshme për qytetarët e Kosovës. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se LDK-ja refuzoi edhe ofertën që ta kenë kryetarin e kuvendit. Kur u refuzua oferta jonë për bashkëqeverisje, pra që Lidhja Demokratike e Kosovës ta ketë zëvendës kryeministrin dhe 4 ministri, në shpjegimin që vetëvendosja nuk duhet të ketë të 3 pozitat e larta shtetërore, atëherë ne bëm një ofertë tjetër për Lidhjen Demokratike të Kosovës, e kjo është që pozita e kryetarit të kuvendit dhe e nën kryetarit të kuvendit të pësojnë një rokad, ashtu që ose nën kryetari i LDK-s ose dikush tjetër për cilën përcaktohet LDK-ja zë pozitën e kryetarit të kuvendit, ndërka që kryetaria aktuale e kuvendit dhe ushtruesja e detyrës së presidentit, zonja Alblina Agjiu, do të bëhej nën kryetare e kuvendit aty ku tash është pozita e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në këtë mënyrë, ne do ta kishim edhe më tej qeverinë, nuk do t'i kishim zgjedhjet e panevojshme. Presidenti i Kosovës zgjidhet me 2/3 e votave në 2 raundet e para apo me 61 vota në raundin e tretë, por nevojitën 80 deputet në sallë që seanca të mund të mbahet. Prandaj nevojitet një marrëveshje mes partive parlamentare për këtë çështje, duke qenë se asnjëra parti, madje as ajo në pushtet e Kurtit, Lëvizja Vetëvendosje, me 57 deputet nuk e ka një numër kaq të madh deputetësh në kuvendin me 120 vende.